Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ore prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Sonte kemi një të ftuar të veçantë, një artiste që e ka dashur muzikën gjithmonë dhe e ka shprehur atë me shumë ndjenjë. Një zë që mbart histori, përvoja dhe emocionet e jetës. Ajo ka kaluar sfida, ka pasur edhe pauza në rrugtimin e saj, por dashuria për muzikën ka mbetur gjithmonë pjesë e saj. Sot, përveç se artiste, ajo gëzon edhe një rol shumë të bukur, atë të gjyshes. Së fundmi ka ardhur edhe me projekt të ri Çika, duke treguar pasionin për muzikën që nuk shuhet kurrë. Për më shumë, sonte në studio kemi Vjollcën Krasniqi. Mirë se erdhe Vjollca, është shumë kënaqësi që të kam sonte në emision. Kënaqësia ishte imja, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Më trego pak si ndihesh sonte që je këtu me ne. Mrekullisht mirë, me emocion, se jam përballë një vajze që një gazetari është super profesioniste që Faleminderit shumë. ato modestinë vet më e thjeshtë se thjeshtësia. Faleminderit shumë dhe sonte duke shumë bukur, vërtet komplimente. Komplimentet të ti. Faleminderit. Vjollca, si ka nisur lidhja jote me muzikën? Që në fëmijërinë e hershme, ndërkohë kur fëmijët loznin, kërcejnin, bënin, unë këndoja. Këndoja dhe këtë gjë e vuri re i matë. Dashamirën si artit, këndon të vetë në shtëpi, me çiftelise kosovar, edhe më thoshte, ha çika jeme, qa ke me kënu, unë 3 vjeçë isha, moj bubrec, këngët që ishin atër, edhe më patin qizu në një moment, sa pat lind motra ime e vogla, pas meje, edhe e dëgjonim shpesh atë gjë dhe mua më pëlqente kjo gjë, që dëgjoja veten edhe fillova të këndoj, të imitoj pasaj dhe këngëtarët e rritur. Kush ka qenë këngëtari yt i preferuar që e merri si shembull? Vaçezela, Irma ishte në trend në ato vite, Libohova, më sakt motrat, Libohova, edhe më pëlqente shumë me Faret Elaze. Ishte një zë, Artiste të mrekullueshme. Mos them me vokalisht do me thonë më mirë nga të treja që përmenda për mua. Ke gjetur ti më shumë veten tek ajo? Jo, natyra e Mifaretes është natyrë shumë e thjeshtë dhe ndonjëherë këto njerëzit e thjeshtë nuk deportojnë dot aq sa ata meritojnë. Vjollca, përveç daljes tënde, le të themi përpara babait duke kënduar, kur ka qenë dalja jote e parë që ka qenë një publik më i gjerë për të dëgjuar duke kënduar? Më i gjerë ishte koncertet që bënim në Kopësht. Unë këndoja, recitoja, drejtoja programin, bënim skeqe, humore, gjitha i bëja po shpirti më flinte të kënga, isha shumë mirë. Çdo dark i çoja mamit në shtëpi tekstet e shkruara se s'dija as lexoja asgjë, thoshte mami, po prap, bo, hajt ta lexojmë. E lexonte dhe më thoshte, thuaje tani? Dhe çudite, ua, si ka mundësi, e mësova, i theon, mami, e mësova. Artiste e lindur, pra. Më pëlqen edhe fusha e letrave, krijimi, shkrimi. Po, duke qenë se edhe tekstet ti shkruan vetë me sa dimne. Një pjesë të teksteve, nuk është që çfarë tekste filozofi, nuk po bëjmë filozofi me këngë. Patjetër, kënga është ndjenjë. E kam në shpirt, e kam shumë, madje e kam patur paralelisht me këngën, kam pasur dhe shkrimin, leximin. Me që po flasim për fillimet e tua, mund të na këndosh një copë ose një këngëve që të kujtohen nga ajo kohë? Po, mbaj mend një këngë në natën e 3 festivalit të fëmijëve, vinte televizioni shqiptar dhe na regjistronte dhe ato janë në arkivën e shtetit. Dhe erdhi tekst shkruesi, nuk e mbaj mend, ish ministri i arsimit, dhe më tha Vjollca, do ta ndrojmë të strofën, qofse nuk e mban mend dhe nuk je sigurt, këndoje siç ishte.
e lexoj, unë isha prapa kuintave sa po fillon të festivali, unë isha e treta, më duket në radhë, e mësoj dhe dal. Edhe ai më shikon të gjitha ankth, edhe ishte kështu gjithkohës në tension që do ta këndoj mirë apo jo. Si ishte regjistrim. Edhe ishin goxha serioze atëherë festivalet. E këndova dhe u knaq. Mbushur plot gaze, mbushur plot me dritë, ditët tona pra në ver, si uj varë rrjedhin këngët to, dhe nuk reshin asnjëherë. E kupton pra pashtesën kur i kujt i këndohet, kujt i këndohet, se gjitha tekstet atij drejtoheshin. Kështu që me sukses kaloi dhe është një pjesë që unë e kam në shpirt. Domethënë kjo lind, mendoj, pjesa të paktën e të kënduarit lind te njeriu, lind me njeriu, kështu që Patjetër, ti gjithashtu pas këtyre viteve ke patur dhe një periudhë që je larguar nga muzika. Mund të na tregosh cila ka qenë kjo arsye që ti hoqe dorë nga dashuria jote e parë, le ta quajmë? Nuk hoqa dorë, në fakt kam tentuar disa herë që të largohem, jo përfundimisht, po nga një lloj mënyre të kënduari në për evente, kam filluar të jem më selektive, të futem në ambiente që më përshtaten. Private. Po jo, më ambiente më serioze, të serioze janë gjitha përderisa ti servir art të pastër, se unë këndoj. Unë nuk jam performuese, kam studiu kanto për këtë pjesë edhe kam një jetë që këndoj. Por që fillohet bëjmë selektive, dhe kur fillon të bësh selektive, ke ngërç në pjesën e daljeve, nuk del aq sa don ti. Nuk depërton dot sepse nuk përshtatesh me trendet, muzika u bë rrëmuj, filluan këngëtarët i bënin këngët në çdo muaj nga një këngë, ndoshta edhe më shpesh. Ty kjo gjë të pengoj për të qenë më prezente me publikun dhe vendose që të merre një farë pushimi për veten? Jo, nuk mora pushim fakt, them drejtën, po nga pandemia bëm pushim pothuajse gjithë, nuk e gjeta atë mundësinë që të lidhesha me këngëtar, qoftë edhe në përbot shqiptar që bënin këto videot që këndonin dhe i publikon në rrjetet sociale. Ishte goxha pauze gjatë. Edhe unë startova përsëri pas pandemisë, po që në sken, gati 20 vjet, unë harrova. A të mungonte kënga gjatë kësaj periudhe? Po, e di si është puna e këngëtarit, e këngës, është pjesë e shpirtit në çdo dhimbje dhe në çdo gëzim, sidomos në gjendje të keqe të tënde të personit, ajo ringjallet edhe vjen përsëri. Kështu që unë gjithmonë e kam ndjerë, sidomos kur isha, si të them, në ato momentet e mia që çdo njeri i ka, unë këndoja, krijoja, po nuk i ruaja. Jam një natyrë që edhe kur shkruaj, i shkruaj në telefon, ose shkruaj thjesht në i flet dhe e më humbet. Nuk jam natyrë, jam pak sa rebele në këtë pjesë, nuk jam njëri strikt që ta ruaj gjën time. Po e ke kuptuar këtë, le ta quajmë që e ke në thojsa si një problem tënd, pse nuk në këto momente nuk i mbledh këto dhe ndoshta edhe thjesht për t'i pasur kujtime që çfarë ke bërë gjatë një periudhe kohe gjatë këtyre viteve? Ke shumë drejt, po që vazhdon të jesh revelet. Një kritika me vend dhe duhet t'i pranoj. Njeriu ka mundësi të korrigjohet deri në fund të jetës, ne mësojmë dhe korrigjohemi. Çfarë të bëri të rikthehesh përsëri tek muzika? Kishte një person që të shtyu apo ishte vetja jote që tha, ka ardhur momenti që unë të jem përsëri pranë njerëzve? Unë në fakt pranë njerëzve kam qenë për ambientet fundjavave, por në ekranin e madh si ta ceka që nuk depërtova, sepse nuk pranoja dot të vetja që të dilja në një skenë serioze, me një këngë kot, mjafton të futesh, të pagush X para, ose ku e di unë se ke mundësi, përderisa ke zërin, nuk e veja ndyshim që do isha pjesëmarrëse diku, po që e dua të gjën të pjekur, sidomos për ekranin, për televizionet, për eventet e mëdha që kjo gjëja ngelet aty dhe unë nuk dua gjën që ta bëj me koshiencë, bëhem pishman nesër e them bo pse e bëra këtë. Ke menduar live, se live njeriu këndon çat t'i doj zemra dhe nuk është problem, por patjetër, por ke menduar që të marrësh pjesë ndoshta edhe më përpara, në ndonjë festival, ndoshta edhe tani. Dhe çfarë të ka penguar përpara për të marrë pjesë në një festival, si për shembull që kemi pasur shumë festivali këngës, kënga magjike?
Përveç pjesës selektive që është në natyrën time, edhe skepticizmi që nuk besoj ka momente dhe të vetja nuk besoj se si do përcillet gjëja që unë servir, ka momente që më ndodh shpesh kjo mosbesimi tek vetja ime, por që ishte edhe pjesa e familjes e përkushtuar, koha ishte Full time mami. Po jo, nuk ke kohë, sepse unë edhe tani që i kam duar dhe krahët e lira në kuptimin e bukur dhe të mirë të fjalës, sepse fëmijët janë të rritur dhe kanë jetët e tyre, unë prap do ta gjej atë kohën në thonjza që ta trysnoj vetë, ta fus në një pozitë që mos ta lë veten të marr frymë. Do ja gjej një punë vetes, kështu që asnjëherë nuk kam kohë, vetëm 2-3 natës më teket ndonjëherë ja fus një këngë kështu nëpër shtëpi paralelisht edhe me tekstin. Mundohem të nesër me ta rikujtoj, iku u harru. Duhet ta regjistrosh me voice. Po duhet një gocë menaxhere tani. Jolta, cila ka qenë një nga sfida më të mëdha të jetës tënde? Unë fakt kam kalu shumë sfida në jetë dhe jam ekspertja e sfidave për t'i kaluar. Madje kam edhe si shpreh shpesh me familjarët e mi, familjen e ngushtë, kur mbledhen e them o Zot, qyshja mos na bjerë në gjë e mirë e madhe se atë nuk e bajmë dot. Unë kam pas shumë sfida dhe me humbje jete, që kur u largua im vllau në moshën 20 vjeçare me aksident, pastaj jeta mori kur të merr për keq hapi derën thot populli, edhe vijuan të gjitha fatkeqësi rresht. Shiko, sfidat janë për njerëzit e fortë dhe gjithmonë gjithë sfidat që ke kaluar të kanë bërë kjo që ti je sot më e fortë, më e guximshme dhe nuk të bën më përshtypje asnjë lloj kritike, asnjë lloj pengese që mund të shfaqesh gjatë rrugtimit tënd. Kështu që absolutisht sfidat kanë vetëm tek Zoti, para ti dorëzohem. Kam besim tek vetja për atë që bëj më mirë. Kështu që Zoti përpara ne jemi pas ti. Sigurisht. Nëse do të rikthehesh pas 15 vitesh, çfarë do kishe bërë ndryshe ti? Duhet të isha marrë pak më tepër me veten time, me talentin tim. Ishte periudha kur shkoja dasmave, drek dark, kishim dhe të hënave. Deri arrian atë pikë që nuk kisha zë për të folur. Kur shkoja ndasëm, ndilte zëri, nuk e di se si ndilte. Kolegët çuditeshin, madje mbaj mend një detaj me Dritan Baftiarin, ndoshta e njihni, fizionomicist, kompozitor, pedagog, shok klase. I thash tani do ikem filan vend pa zën. Jem vete, tha Vjollca, ku do shkosh? Se në të shumtën e rasteve, jo në shumtën e rasteve, mos egzagjeroj 100%, unë jam vetëm 5 orë vetëm këndoj. Edhe tha tani, ku do shkosh ti, nuk e zë, jem vete, është gjithaj event i madh. Ishte një fest, nuk e mbaj mend. I thash tani, filloj me ngrofje një herë të vokalit avash me serenata 2-3, pastaj filloj më thash punën. Sa fillova pak, mirë, dridhe kështu, mirë. Ha, po avash, mos se sforco shumë. Thash tani vazhdo, s'ka gjë, jam okej. Bloku i pari, dyti, tretë, kërceni, njerëzit, u bë atmosferë, nuk kam pa, tha, shif si jam thonte, shif si jam djersët i shkonit, shkretit, nga sikleti, se s'kishte fajt, ishe përgjësi. Patjetër, duke qenë se më the që këndon gjatë natës 5 orë live pa ndërprerje. Ka diçka që konsumon përpara ndonjë pjesë specifike që e konsumon artistën, çfarë janë ngrohtë apo nuk e di, apo bën prova për më përpara? Me një kolegun tim, prap tjetër, një pedagog dhe njëri shumë i talentuar, dhe njëri i madh si personazh, Bastri Skënderi, kolegu i më i mirë. E përshëndesim, shumë respekt. Kur filloi të këndoj, ai ka një repertor dhe vetë pa parë, është i paparashikueshëm dhe vazhdon, fillon o Vjollca, e di si dukesh ti thot se kur merresh vetëm me vokalin me veten, ç'a bëj, i them ngrosh, qesha, asgjë më i them baçi, e shumë ta i themi ndonjëherë kamarierëve na sill një çaj kamomili. Nëse kam pirë kafe 2 ose 3 më tepër se nuk ndjehem mirë me kafen, kur e teproj, edhe kërkoj një çaj kamomili, kjo është e gjitha, mbajmë dhe një ujë
Në rast pagaza nevoje. aty ambienti. Jo, nuk kur në jetën time, jo po mos të ftohta, jo po mos të nxehta, jo. Pra nuk ndjek këto regjimet. Faleminderit Zotit deri tani se dikur do na iki dhe zëri se njerëz jemi normale. Pas gjithë këtyre përvojave, a ka një këngë që e ndjen më shumë afër zemrës dhe nëse po, cila është dhe a ndaje me ne? Do duket pak sa e çuditshme, po mua më pëlqen shumë kënga e Veriut. S'është as pak e çuditshme, janë këngë shumë bukur. Jo, ka që jam Shqipëri e mesme, unë lindur e rritur, origjina ime kosovare, unë e kam kështu, shkon, thot populli gjuha atje ku dhem dhëmbi. Edhe madje nga këto këngët e forta, burrërore, më pëlqejnë, nuk e di. Cila është? Është një këngë patriotike. Hej, hej me goj hapun, o kam beto Serbi, ja thono kush është, qaj Selmano Kadria, deri më sot, se kemi njofë zërdzen, tash po e vëran, o qatë milit që kërsten, hej, hej, ty të lumë të dora, o Selmano Kadria, e tjerë. Faleminderit shumë. Më pëlqej shumë, po, në këtë pozicion që jam unë tani, diafragma është e shtypur. Ishte e shkëlqyer, ishte shumë mirë. Si përmendëm në fillim të emisionit, ti disa nga tekstet tuaj shkruan vetë. Çfarë të frymëzon? Unë të thash, në gjitha rastet unë jam e frymëzuar, si në gjendje të keqe, ose të mbyllur, çdo njeri ka. Pra ndikohesh nga gjendja emocionale e jotja personale. Gjendja ime, po. Po edhe kur jam shumë mirë, po më tepër, më produktive në krijim, unë jam kur jam në gjendje kështu të fjetur në dukje. Do më thënë, kur s'dua të komunikoj me njëri, kam ato ditët e mia, më ndodh rrallë që nuk du të flas me njerëz, të rri me njerëz që nuk më japin diçka. Shiko, çdo njeri ka momente të periudha të ditës që do të qëndroj vetëm me veten e vet, kështu që nuk ka të bëjë. Madje fshihem në sensin, them, o bobo, nuk dua, o bobo më morin telefon, qoftë edhe familjarët e mi. Patjetër, është pak privatësi me unë nuk vetë. është që jam natyrë me shumë me një shoqëri të zgjeruar, e kupton, unë jam shumë e kufizuar. Jam shumë sociale në fakt, por që jam e kufizuar sepse jeta ime dinamike ka bërë që unë shoh që të kem shumë, po që shoh që jo, të dal, të flasim me telefona, siç ndodh rëndom, që lën takime, dalim, pin kafe, bën jo. Nuk jam kjo pjesë fare. Duke qenë se ti këndon edhe këngë klasike, balada, këngë popullore, këngë patriotike, të lehta të huaja gjitha. Yt më i preferuar. Zhanri preferuar është kënga e lehtë, kënga moderne. Të një balad ke menduar të ndash me miqtë tanë, ndë një pjesë të shpërndë një balad të preferuar tënde? Unë fakt jam etiketu dikur para viteve si këngëtare e baladave, se aty është ka botë, të jepet mundësia edhe fondi muzikor është i tillë që ti të kesh, të japësh shpirt, japësh ndjenjë. Ndryshe është një këngë gazmore, është sikur në thonjza ti bën humor, kupton? Balada ka më shumë shpirt, më shumë ndjenjë. Ka ndjenjë, ka një dhimbje ose ka edhe një gëzim, por në formën e dhimbjes, e shprehur në formë dhimbje. Edhe dashuria, edhe humbja e njeriut, humbja e diçkaje në jetë, po më pëlqen shumë balada. Cila është balada jote e preferuar? Unë kam shumë fakt, po për momentin që e kam këndu pak më shpesh kohët e fundit, është unë mendova se po më bëj sy, kur të pash pa pritur atë dit, ishe ti që t'kam haru, se kam besu, për një qa zemra filloj t'mëra, me ty kisha hyr gjyna, pas ke qenë e fshehun këtu në shpirt,
se pas kam ditë. Faleminderit shumë. Më duket se përzgjodhe baladën time të preferuar, pa dijenim. Betojmë që si dija. Baladat i kam shumë në gjamë, më pëlqejnë jashtë. Janë shumë. Kam mundësisht këndoj gjithë natën balada. Shiko, ne njerëzit dhe shqiptarë si popull kanë qef shumë këngë dramatike, baladës. Nuk e di, jemi vetë si popull. Edhe kur nuk kemi duke vuajtur, përfshihemi. Jo, e kam provu që kur filloj këndoj balada, fap kokën e po tani është momenti. Edhe të kërcejmë. Po patjetër. Do të ndalem pak tek pjesa që ti e bër tashmë gjyshe, ke një mes të bukur si drita që e pash me jetë gjatë. Faleminderit. Më trego pak, si është ky rol për ty, ndryshoi vjollcat në momentin që u bë gjyshe? Që në momentin që unë e kam marrë vesh që vajza ime ka një gjë të shtrenjtë në shpirtin e saj që po e rrit, unë nuk e di, që atëherë nuk kam patur gjumë, do me thënë nuk kam fjetë gjumë. Si do shkoj, çfarë do bëhet, është mirë, është normal, si do vi ky fëmijë, çfarë do bëhet me këtë vajzën, se morën vesh ishte dhe vajzë, mrekulli, akoma më e madhe. Unë ngrihem në mëngjes, edhe bëj ato lutjet e mia shumë të thjeshta. Unë nuk jam praktikante, po i bëj me zemër, lutem, punë sekondash, minuti, edhe emri i parë që më vjen në gojë është Soel Elois, që është shpirti im, edhe në darkë kur bie, do me thonë unë nis ditën me Soelin, e mbaron nona me Soel Elois. Dhe bukur është që meset të ngjan shumë. Po. Jo, e shoh dhe unë që ka dhëna artistike, ka qef. E shoh i pianos, ka vesh, imiton, ka zë, ka potencë. Ato që se realizova me fëmijët në base, do m'japi një shans që të ndërhyj pak, se nuk më pëlqen pjesa e imponimit. Patjetër, ç'është dëshirë dhe ç'është pasioni, nëse ka pasion. Po mirë, ti ja ke zbuluar pak të grimcat e para, të artit. Nëse do të përshkruaj jetën tënde me një këngë, cila do ishte? Në fakt nuk ka një këngë, janë shumë këngë. Janë të gjitha tekstet, të gjitha llojet, nga drama, nga nuk e di, po tragedia, nga përgjithë tre prej tyre. Në fakt unë do ta përkufisoja me një titull këngë. Që është? Forca e shpirtit tim. Shumë e bukur. Ti ke treguar gjithmonë forcë, siç e përmendëm edhe që kam që në fillim të emisionit deri më tani, që e treguar një grua shumë e fortë dhe të përgëzdoj shumë. Po sepse janë alternativat dhe njeriu zgjedh këtë ose këtë, nuk ka të mesme tjetër s'ka. Kështu unë zgjodha të luftoj, edhe më pëlqen të luftoj, më pëlqen, jam mësu. Kam kriju një imunitet në veten time, më pëlqen, madje kur nuk kam ndonjë sfidë që ta kaloj, jam i çiksi kështu. Du diçka përballet me mua. Vetëm ekstremet, Zot, faleminderit, lutem, jo, stop. Po jam mësu me të gjitha, nuk e kam problem, jo. Një artist që ti do kishe dëshirë të bashkëpunoje, cili do t'ishe për të patur një projekt të ri? Më pëlqen shumë Stina, në fakt, por nuk është që kam një bisedë me të. Thjesht ka qenë një takim shumë i shkurtër para 20 vitesh. Madje fiks në momentet kur unë ka qenë periudha që do largohesha nga ekrani i madh. Doja një bashkëpunim, i thash tim shoqi atëherë dhe nuk e di, nuk u arrit. Doja një bashkëpunim së fundmi edhe me një kolegen time që e kam, jo kolege, shoqe, motër, ajo është këngëtare e Jugut, kam kohë që ja kërkoj, madje po e bë kërkesën kështu. Publike. Moza, të lutem. Një kënga e radhës. Është një këngëtare shumë e madhe, po aq modeste, e madhe në këngën e Jugut, është aq njeri i thjesht sa unë nuk arrit ta kuptoj pse është aq e thjesht. Shiko, modestia dhe naturaliteti i njeriut dhe një person që është origjinal është shumë e bukur, të jetë vetvetja, se të jesh i thjesht do thotë që ti je vetvetja, është një person që shfaqet me të mirat dhe me të këqijat e veta, sa në fund ditës asnjë njeri nuk është perfekt. Ajo është aq e madhe në ato që bën, në këngën e Jugut. Nuk ta shpjegoj dot, është edhe si person, është njeri i madh.
Kështu që ftesën ja bëre publikisht, Ja, bëra fjalët e mira ja publikisht, the, tani kështu që vjen gati keq. për xhirimet. Gati. Kam edhe disa tjerë, pastaj popullor që pres kam, përveç vokalit bukur që kanë këta këngëtarë popullor, unë kam me respekt se i kam kolegë në vite, edhe marrëdhëniet, kontaktet, minimumi me telefona, me këta personazh, kështu i kam 4-5 veta që nuk më tepër jo. Është Rati, është Sajmir Misku, është Adi Harizi, është Zaim Hasrama. Kështu që pasim Kam shumë goxha që kam projekte në planin tonë. Kështu që i përshëndesim dhe të gjithë artistët që përmendëm, Besoj sepse janë artistë shumë të mirë. Gati është edhe Aurel Thëllimi, nuk të harrova. Kam zemë. E përshëndesim dhe Aurelien. Vjollca, çfarë nuk di publiku për ty? Çfarë është një gjë që nuk e di? Ma di nuk e din atë kapacitetin tim vokal të përballuarit të zhanreve të ndryshme të këngës. Armela, publiku që më ka vlerësu dhe më ka kuptu, është i vetmi publiku Kosovës. Është e çuditshme se pretendohet që pjesa të paktën Tirana është djepi i artit, i kulturës, Shkodra, Korça. Për mendimin tim Kosova, në çdo cep që të shkosh dhe në fshatin më të humbur, nuk më ka ndodhur në jetë më kërkojnë pjesë klasike përveç se në Kosovë. Kam kënduar këngë patriotike, pafund, Tallavas është dasht, kam këndu serenata, kam këndu këngë të huaja, në ambiente me kosovar, kur kam këndu rap, disco, house, i kam për zemër, i këndoj goxha dhe këto i cek. Një miksim. Po patjetër, po më kanë kërku opera, Baresha, hyrja dhe refreni është pothuajse patjetër do të jesh këngëtare në opera ose të jesh duke studiuar kanto. Po ti je artiste e lindur prapë. Edhe ma kërkoni 20 herë në natë kur këndoja Bareshën. Të këndosh 3 natës Bareshën, që fillon me vokaliz, që normalisht duhet bësh një ngrofje zërit, edhe vetëm në Kosovë ndodh kjo. Respekt për Kosovën. I përshëndesim gjithë. Dua të ndalem pak tek projekti yt i fundit Qikat. Mos ndoshta, meqense më the në fillim që përballë të përmendte dhe të driste Qika. Po. Ishte një shkëndile themi duke qenë se tek këtë teksti e ke shkruar vetë. Unë i detyrohem familjes time, babit tim kryesisht. Ai më përveç dashurisë prindërore më adhuronte. Më shikonte me atë syrin që ku do ngjitet Qika jem, sa larg do shkoj, ku do i ceki skenat e botës. Edhe në fakt iku nga kjo botë, u largua shumë i ri, me atë dhimbjen dhe zhgënjimin e madh. Unë i detyrohesha, pa çka se unë nuk u ngjita në mënyrë të kënduar në mënyrë klasike në skenat e botës. Unë ja ktheva mënyrën popullore, ja ktheva mitrovicalisht Qikat, më erdhi natyrshëm Adi Malaj më tregoi një bazë muzikore dhe unë këndova mbi të. Ai tha, ja, këtë tha, këtë më mbaj, këtë motivin, tha, unë Qikat, mos i shani Qikat, boni mashallah. Është vërtet një projekt shumë i bukur. Tha Vjollca, po shumë bukur, më tha, po ti bëk edhe tekste. Pastaj se shumë njerëz nuk e dinë që unë bëj dhe tekstet, edhe krijime muzikore, madje një këngë timen, muzikë të lehtë, të mirëfillt, artistët e skenës që quajnë këngë e madhe, nga këto këngët që janë me modulacione, këngë me violina, me harqe, këngë festivale, skenat më dha. Unë e krijova në moment, në një studio dikur, nuk po përmend, megjithëse nuk ekziston më ajo, e përmendim, Studio Jazz, me Dorian Gjonin, kompozitor. Thash, Dori, të lutem shpejt futemi në studio. Qa tha, të lutem shpejt memorizoje këtë. Edhe mbi vijën melodike, unë hodha tekstin në moment me erdhi natyrshëm. Normalisht në studio unë shkoj edhe me të 3 kalamaj, gjithmonë nuk jam da me vete, ato u rritën në për studio. Kështë mamin artiste. Po, nuk i besoj asnjëriu. Armela i merja gjithmonë me vete, po e kam tani si ndërmend. I thash, prisni këtu një sekond te holli. Thash, Dori, të lutem shpejt. Ua, Vjollca sa e bukur, tha. Nga doli, po shpejt, tash se do ta harroj. Edhe çova në festival. Festivali Kënga Magjike sot
atëherë u dha një lajmërim në televizionin Klan që do bëhi Dea Festival. Atë vit dështoi për shkak të sponsorëve, vitin tjetër u bë Kënga Magjike edicioni i parë. Unë nuk shkova. Pse? Nuk shkova. Ashtu ishte rrjedha e jetës. Nuk shkova Kënga Ngeli, e kam akoma të pa publikuar. Apo është momenti ndoshta tani për të publikuar. Madje se kujtohen kolegët e vjetër Edmond Mancaku, nuk e di e njihni, kitarist dhe vokalist, ka dhe vajzën këngëtare. Tha Vjollca, po ti tha çfarë ke bërë? Tha, çaj thashun? Po e di çka këngë ke sjell festival, më tha. Po diskutonin kompozitorë, thasha, mos u tall tani. Të betohem, tha, diskutoje për çmim parë kënga jote, kjo që krijova. Thashun, hama, edhe në atë moment njeriu zgjohet, po priti tani. Thash, do t'i bëjmë një orkestrim të bukur, se çoheshin kështu të papërfunduara, si këngë mjafton që t'i prezantoje. Edhe po e rregulloni me dorin, e incizum edhe kam në shtëpi. Kënga nuk është publiku ka 20 vite. Duke qenë se disa projekte këngësh i ke në arkiv të shtëpia, disa të tjera po punon. Kur do jetë të projekti yt i radhës? Projekti pritet me ditë, kam përfunduar një këngë, madje ishte një këngë dhurat nga Rati, nga kompozitori Petrit Vullkani, djali i ri i talentuar, këngë popullore Jugu, me motive Jugu. Dhe Jugun e kam shumë për zemër, e këndoj. Të urojmë shumë suksese dhe me ti po presim ta dëgjojmë projektin tënd të ri. Ta marë mos ta marë, zemrën ja kam dhënë. Ta marë mos ta marë, zemrën ja kam dhënë. Do ta marë, o fjallën ja kam dhënë. Faleminderit shumë që e ndave me ne këtë. Kjo është kënga jote e re. Të uroj shumë suksese dhe duket shumë e bukur. Mezi po pres ta dëgjoj. Vjollca, për mua ishte shumë kënaqësi që të kisha mbrëmjen e sotme në emision. Faleminderit shumë për gjithë bisedën e këndshme. Faleminderit ju dhe suksese. Jeni number one. Faleminderit shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit të dashur miq dhe ju që na ndoqën. Shpresoj ta keni shijuar pa sa ne këtë bisedë. Natën e mirë të gjithëve.